Plagosja e 18 vjeçares Natalie Murati në Tiranë ka ngritur dyshime për manipulimin e ngjarjes. Policia nxitoi të merrte një deklaratë zyrtare dhe ta klasifikoi ngjarjen si një vetë plagosje, madje duke u referuar pamjeve filmike të kamerave që ndodhen në hotel ku ndodhi dhe plagosja. Por nga gazetarët që kanë raportuar mbi ngjarjen, janë ngritur dyshime mbi ekzistencën e kamerave të sigurisë. Në kushte të tilla, nëse një pretendim i tillë merret i mirëqen, pyetja që lind është: ku i gjeti policia e prodës pamjet filmike? Në njoftimin zyrtar, policia theksoi se nga veprimet e shpejta hetimore të kryera nga specialistët për hetimin e krimeve kundër jetës dhe pronës, si dhe nga kqyrja e pamjeve të kamerave të sigurisë, rezultoi se ngjarja ka ndodhur në ambientet e një subjekti në Sauk, ku 18 vjeçaria dyshohet se është vetë plagosur me armë zjarri. Megjithatë, sipas raportimeve të gazetarëve në terren, në hotelin Gjuta, ku dyshohet se ndodhi plagosja, nuk ka pasur kamera sigurie, po sipas këtyre burimeve, mungesa e tyre ka vështirësuar verifikimin e plotë të dinamikës së ngjarjes, duke lënë pa prova filmike momentin e incidentit. 18 vjeçaria ka deklaruar përpara hetuesve se është vetë plagosur, por burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se ekzistojnë dyshime edhe për mundësinë e një plagosjeje në rrethana të tjera. Kjo pistë deri më tani nuk është provuar. Ndërkohë, anëtarët e familjes Gjuta, të cilët dyshohet se e kanë fshehur fillimisht ngjarjen, kanë deklaruar paraprakisht se vepron nga frika se vajza mund të humbiste jetën dhe se për shkak se tentativa për vetvrasje ndodhi në ambientet e biznesit të tyre, përgjegjësia penale mund t'u faturojë atyre. Këto zhvillime shtojnë paqartësinë mbi versionin zyrtar dhe rrethanat reale të ngjarjes, ndërsa pritet një sqarim i mëtejshëm nga autoritetet lidhur me referencën për kamerat e sigurisë dhe curinë e hetimeve. Masat e marra nga policia lidhur me ngjarjen janë arrestuar në flagrancë Mirvete Rexhmati Gjuta, 48 vjeçe, Vladimir Gjuta, 46 vjeç. Të dy akuzohen për veprat penale mos kallëzimi krimit dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Ndërkohë janë shpallur në kërkim Sajmir Gjuta, 49 vjeç, Elvir Gjuta, 24 vjeç, Erisialdo Gjuta, 22 vjeç.